Qikosh, vetë bje kokra në tokë, vetë nga thasirët. S'ka asë ndim, biles. A s'ka pas me kohë, jo sot, po, se gjithmonë ashtu kemi vujtë në si fshatë. Sa e ke si përfaqen e ullishteve dhe a është ky viti i parë dhe çfarë lloj ke mbjellur? 2 lymë ullistër dhe ka 3 vjetë, me fjalë që as lagështirë, as i gjë, dhe ne kemi dalë shumë. Në qoftë se unë kam 2 rrezullin, 10 rrezën, se nuk i mbajnë, çojnë lule, du lagështirën e vetë, du lagështirë ajrore, mirë nga rrezë, po du dhe ajrore, nuk ka i rrezën gjitha. Kështu që ngel fermeri, pastaj ngel bosh. Ju vetë nuk keni mundësi t'i vadisni ose t'i jepni shërbimin? Ku t'i vadisni me t'i lartë malën? S'është mundësia. Edhe fushët që kanë mjellë pak tani, prap nuk e kanë atë rendimin që duhen ta kenë. Pse kështu janë rrethanë tu. Çfarë varietetesh keni mbjellur? Unë kam koronek, kam kripsa, kam edhe margarit. Margariti ishtë më i mirë akoma dhe për të kripur bën dhe për vaj jep. Ai qoftë do jetë si bim tamam, dhe ta ushqesh tamam me plera, ai vetë edhe 22 kg për kujtal, që nuk do ketë vaj si vjetë. Po është 8.000 lekë. Edhe do kërkohet. Po kërkohet që tani ulli kokër krips, edhe nuk po e gjejnë dot. Me çfarë çmimi? Çmimi është dobët. Ata vinë në 1.300, 1.400 lekë. Realisht do të Pak 8 vjet me kile, jo me litër. Që gjithmonë qa janë ujra shite me litra, jo me kile. Kurse këtu merresh me 4 gjysmë deri në 6 me kile. Pse mund të marrësh ujë? Me litrë se ç'është ujti, ashtu mund si dhe vajti, se janë gjëra lëngshme. Këtu bëhet hile fabrikave. Sa vaj keni pashitur nga vjetë, do ta shisni me çmimin e këtij viti? Edhe e shesim dhe shesim, nuk e shesim se ai mund të thotë që është i vjetshëm. Qa do bëj pastaj? Da ngelet ty, mund të ulet para çmimi vetëm me këtë që është i vjetshëm. Kurse si vjetshëm pa 8.000 lekë jo herë. Edhe fabrikat po kanë nxjerr tani se pash edhe në Facebook një fabrikë beratit dhe thoshte që vaj si vjet jo më poshtë nga 8.000 lekë. Jo, është dobët, po është shumë dobët. Nga puna e thasirave, edhe pa mundësia e vaditjeve, është shumë dobët. Dhe rrezullin, edhe varieteti ishi përzjerë, ka kripse, ka frontoj, edhe si vjet nuk ka barbaki kurrë, ka qenë shumë thasire madhe, edhe ullin si vjet janë paraqitur në jashtë nëse dobët. Çfarë ka ndikuar? Vetëm thasira. Ka 5-6 muaj që s'po bie shi fare. Ju vetë a keni mundësi t'i mbani të vaditur? Po s'ka këtu, unë kam mal, kam lart. Mal s'ka, më çfarë çoj me helikopter, dhe çoj. Tu edhe puset që bëhen këtu në për tokët, të më kanë ujë. Nuk ka kanale? Kanali është poshtë. Kanali është, po është poshtë. Kështu që s'vjen kanali nga aty poshtë vi lart. Ka ndodhur të tjera kështu? Po, thuj se ka pas sezone që ashtu, po jo, si vjet jo. Si këtë vit. Fermerët tjerë gjejmë do të
Kam studit.